Kjo është një foto e imja kur isha në dasëm këtë verë dhe ma ka dërguar 5 nga shoqet e mia në inbox dhe më ka thënë çfarë dreqin i ke bërë Photoshopit. Stoli me dagla. Stoli nga i drejt është bërë val. Dhe aty kuptova që ky është një kod i brendshëm që keni në gocat me njëra tjetrën që vetëm shoqet e vërteta e bëjnë. Photoshopi. Dhe ne ulëm të katërta dhe shkruajtëm një listë me rregulla të kodit të gocave. Bravo për neve. Dhe duhet ta theksojmë që këto rregulla janë të pashkruara, por ne i shkruajtëm. Po tani janë të shkruaja në fakt për gjithë ju që nuk e dini, ose ndoshta është hera parë që e dëgjoni. Kodi i gocave është një tërësi rregullash dhe parime që ne i vendosim ndoshta në mënyrë të pashkruar me njëra tjetrën për të mos kaluar ndoshta kufijt që kemi me njëra tjetrën ose për të mos lënduar ndjenjat me njëra tjetrën. Vërtet, janë si kode të fshehta, domethënë kupton ato me sy, me shikime, me gjëra. Ne fillim nga e para me radhë. Ti bësh foto të bukura pas ndarjes, shoqes tënde. Duhet. Ky është një rregull i artë. Di si hapur. Duhet video, foto, duhet të shkëlqesh, ti je në zonën e glow up-it. Edhe e di çfarë dua unë? Dua që kur ndodh ky procesi i ndarjes ose jo me do e mos ndarje, kur ti je e mërzitur, ke një ditë të pamotivuar, unë dua fiksa të shoqin që thot, "Ciao, vishu, lyu, hajde do bëjmë super Sot do foto." bëhemi të bukura. Dhe jem duke qartë, më kapi për flokë që dil tani se do dalim jashtë, striu në byll. Sot është dita që ai do kuptoj se çka ka humbur. Po. Dëgjoj, por mos gjyko. Tani un dëgjoj. Po të pisa dytë e fjalis ti e gjykoret. Unë me si pres që të çmërzitet që të filloj të gjykoj. Ke si ata është, po mos u mërzit. Kur je mërzitur pastaj e ke dhënë. Unë mendoj që kështu duhet të jetë. Se në momentin tënd vulnerabul, unë nuk dua dikë që të më thotë këtë që the ti. Unë dua që të më qetësoj. Dhe pastaj kur mua më kanë rënë nervat, mund të më shkuli flokët. Po më vonë. Më vonë, edhe unë e kam këtë. Po më shikoj në moment. Vras veten. Unë dhe Ema kemi një girl code. Ema bëhet shumë shpesh me nerva, dhe kur bëhet Ema me nerva, situata është shumë e nxehtë, shumë e flak. Edhe I them Ema, kur do të bëj një veprim cituar, do kalosh mbi trupin tim para se ta bësh të veprim. E kemi parë. Dhe unë imagjinoj duke kaluar mbi trupin e kisë. Më vëri dhe pastaj bëj këtë veprim. Ema është realisht një shembull perfekt asaj shoqes që është me nerva, mund t'i thuash 1000 të këqija, ti merr për keq, por mbas një orë vjen dhe thot, "Ok, ke drejt." Se jo të gjitha jo të gjitha gocat e bëjnë, ndonjëherë nuk të kuptojnë që ja ke për mirë. Ku do të pushomu një sekondë, pushomu një sekondë, pushomu një sekondë, pushomu. Ka një diferencë shumë të madhe mes këshillimit dhe gjykimit. Këtë po them. Mirë, Shumë e vërtetë, se Po kur je pra, këshill. nuk e shoqja e kush nuk e gjykon dot. Unë kam shumë të rëndësishme që ndonjëherë unë jam personi më I patakt në botë, sepse gjërat që mua më vjen. Është gjithmonë. Sepse gjërat që mua më vjen për t'i thënë, I them direkt, dhe nëse ti më thua, "O Krisi, është kjo gjë që kam vesh", unë do ta them direkt që dukesh skandal. Jo, mua më pëlqen kjo gjë që ke ti. Po, ose kur thua një gjë në lidhje me sjelljen tënde. Varet nga tipi që ke përballë. Mua më pëlqen e njerëzit e kuptoj. drejt për drejt. Për shembull, nëse Krisi ma thot, e vlerësoj 100 herë më shumë nëse vjen më thot, "Ema, sot nuk dukesh bukur." Po. Realisht do të thotë që nuk dukem sepse ashtu është shefa jote, po ma jep një këshill. Me tipe Po, njerëzish, se vërtet. kanë njerëz që e marrin afër zemrës e personale, do si ma tha, "Maja, jam ka natë mua." Po, e marrin sikur ja the për të keq. Po, xheloz. Go on girls. Tani e kam radhën. Hajde, Ema valle. Mbaja lojën kur ajo gënjen në tavolinë. Shumë spicy. Kristiana, ke ndonjë histori? Jemi ndonjëherë kështu në tavolinë shoqërore, edhe është Ema. Gënjej? Ema ti nxjerr. Ema nuk, shiko, Ema është shumë e sinqert. Po duhet ta kuptoj që është më e sinqert se ç'duhet. Edhe për shembull, po ja, punoni Jo, ju jam me sa e drejt kemi për drejt. rrogën. Po shumë mirë kemi rrogën. E kemi plus kemi sponsora. E po kon. Duhet sa e kemi. Nuk e them kur sa kam rrogën. Unë gjithmonë gënjej për rrogën. Ose e rrit. Nëse kap matës në tradhti të dashurin e asajt, thuaja. Është shumë e vërtet, nuk asnjëherë nuk duhet të jam bash shoqes së ngushtë ose Unë shoqes, merja vesh të nëse gjë, shef. shoqja ime nuk do ma kishte thënë, nuk do ishte më kur shoqja ime. A do Po ja nuk ka kishe lidhje, thënë? po ndoshta për të të mbrojtur, ose shiko. thënë me. Jo, ka shoqe që për të të mbrojtur ose për nuk e di, domethënë në raste të mbrojnë shumë nga delikate, imazh, po po, pra, ton. mund të mos ndërhyj sepse thon mos pengoj diçka se ndoshta do mbaj anën e atij edhe nuk do që të prishë Shiko, është e shoqërinë. vërtet kjo, ajo mund ta mbaj për Ka momentin ndodhur, anën e ka atij. ndodhur që dhe I kanë treguar shoqeve që shiko po të traston dhe kur ka ardhur puna, Ka ajo mbajt anën e atij. Shumë e dhe vërtet, ka e kam humbur thënë. shoqërinë, kështu që
është delikate si temë. Varet sa e njeh ti shoqen dhe sa shoqe e ke. Nëse unë kam shoqe të ngushtë do t'ja thoja. Unë do isha e pastër me veten se unë do ja kisha thënë. Po. Dhe nëse ajo do ta merrte vesh, një do ta merrte vesh, s'janë ai zgjuar këta sa tradhtojnë mos kuptohen. Po, nëse do ta merrte vesh nga dikush tjetër dhe unë do e kisha ditur, mua do më gryente nga brenda, do më hante ndërgjegja. Po, zemra nuk do kisha thënë. A do doja? Edhe unë do doja të ma kishin thënë. A do doja unë të ma thonte? A do doja unë të ma thonte? Ndoshta nuk të doja sepse çfarë nuk e di nuk të vret dot. Po ç'a thu, më mirë ta ditë më Okay, vrasi. Let më vrasi. Let më vrasi Çfarë di të vret dot. Mos u zini për çuna. Chicks before beep. Zemra super e vërtet. Në jetë do më shifni duke u zënë me një femër për një mashkull. Me një shoqe. Ma eliminoni. Me një shoqe se me një femër. eliminoni, me një shoqe. shoqe, Ma se eliminoni. Tash, po pra, dhe zihesh ose dhe zihesh se ka. Pretty hair, Shikoj, shikoj skenari. Jo, asnjë skenari zemra. Më Pusho, vrit. mbyll Më sytë mbyll dhe me gjë. lan. Mbyll sytë dhe gjë. Dashur jot është në kafe me këtë gocën dhe ti kap mat dhe kjo goca e di që ju jeni të lidhur. E kupton? Ti tani çfarë do bësh me atë gocë? Faleminderit që po i bësh shoqërinë të dashurit tim. Nuk e ka fajin goca kur i dashuri më shtul aty. O zemra, nëse ajo goca e di që ju jeni të lidhur, e ka fajin edhe goca. Ka faj, po tash kur ky ka shku aty, O zemra do Ka kisha shku. fut me blok kokës. Asaj? Wow, Ua zemra never. A O ke zemra. standard? Zemra Vaj, kam a ke super standard? Tradhti, pabesi, hakmarrje. Çfarë ndodhi këtë herë në Goats? Ndiqeni deri në fund për ta zbuluar. Aha, kjo më pëlqen shumë. Armiku i shoqes time Është dhe armiku im. E vërtet. Kështu A që mund të them një histori me këtë? patjetër, thuaj e shpirt. Një histori. Jo histori, po thjesht më ndodh shpesh që shaj ndonjë gocë ose jo se e kam ndodh marrë. shpesh që shaj ndonjë gocë? Po, në sensin shaj dikë gocë. nuk të shumë, pëlqen, ka nuk të rëndësi. ngjit. Dhe kur e bëjmë me shoqet e mia të ngushta, unë pres që ato ta kuptojnë këtë gjë dhe të ma mbajnë mua krahun, se unë mund të kemi natë një X person për arsyeën më idiote. Dhe gjë është urrej më shumë, është ku kthehet në një moral për feminizmin, për jetën, për universin, për urrej, unë urrej, duhet ta urresh dhe ti, nuk ka nevojë të bësh moral. Pse? Si pse? Në qoftë se ajo të ka bërë ty diçka, unë kam arsye ta urrej, po nëse ti zgjohesh një mëngjes, hap Instagram e thua, Jo, nuk po them, nuk po them të urresh dikë pa shkak. Ku ke një bif me një çfarë do qoftë ajo vajzë çun. Do të thonë që shoqëria jote duhet të dalë në krah, duhet të vitet të mbrojë sepse ti në momentet vështira pret. Kam një shoqe që për shembull unë mund të shofi gocë në rrugë që nuk ka takt fare, valla nuk është fare kështu feminile. Edhe unë i them kësajt, o zemra, ajo s'e ka fare feminile, të merr. Prit, Moral. ta mbaroj, prit. Po, Feminizmi- pse i gjykon ti femrat e tjera? Po s'po gjykoj femrat mi, nuk po them. Literalisht Melisa. Ajo nuk është Melisa, kjo është Melisa. Kjo është Autorja jon, po. Është thet e është një shoqe e shoqes time. Ka pritur ti kthesh në fakultet në leksionin e 12 Po nuk për ka lidhje feminizëm. më Bolti se shpirt, ti gjykon, ja pranoj jo. konkreti se ti je si Melisa. Jo, Melisa. shiko, thjesht Melisa, nuk më pëlqen njerëzit që Melisa. gjykojnë njerëzit e tjerë. I hate it. Edhe nuk dua që në rrethin tim të kem njerëz që gjykojnë. A do ekzistoj një bif midis teje dhe ishit të shoqes tënde të ngushtë? Unë për shembull kam pasur një shoqe të ngushtë në gjimnaz. Kam pasur edhe shokun që e kisha shumë shok. Dhe këta të dy u lidhën bashkë. Dhe pastaj u ndan. Edhe unë me thënë drejtën u flisja të dyve se unë kam shok jashtë lidhjes që kishin ata. E pra, po tjetër muhabet se ti ke pasur në fillim shok, nëse unë ishte dashurin e shoqes e kam njoft nga shoqja ime, çam lidh mua më Po, ashtu po. Kjo tjetra është e preferuara ime. varet, okay? Mos u merr kur me vllajin tim. Zgjidhni vetëm muhabet. Omero mor shpirt se s'ka problem. Por pse keni kaq problem? Zemra unë e kam të merr. Unë kam mbyllur shumë muhabete me shumë shoqe vetëm se janë marrë me vllajin tim. Unë do ndihesha e çliruar nëse një shoqe do pëlqente vllajin tim. Ja, Zemra vllajin e vllai im është bërë me të trauma. lironte dhomën. Ua, vllai im është bërë me Secila ka trauma. hallet e veta. Nuk merret më me shoqet e mia. Ua, është bërë me trauma. U bëm keq unë. Po pse a je xheloze për për vllajin? vllajin? Po pse Nuk jam nuk e di që je, po them a je xheloze për vllajin? Nuk jam xheloze për vllajin, po e di se sa thelli futesh atyre muhabeteve, të lidhet shoqja jote ngushtë me vllajin tat, jo po ata zihen, ti s'di cilën anë të mbash. O Kristo. Janë shumë, nuk duan, s'duhet Po merrem me kujtohet kështu. ajo që bëret ato 24 orë çuna që plaga, si ke plaga, do ti tani. Vllajin, si ke vllajin? Okej. E ndjeva këtë gjën, më duk shumë personale. Brohoritja arritet e saj, mos e xhelozo. Po, Sa shumë ka. fotot
dalin më bukur. Kur fotografja nuk është xheloze. Foto dalin më bukur kur fotografja nuk është xheloze. Më ka ndodhur dhe mua kjo gjë dhe kur e lexova e ndjeva njësoj si ty. Po, e ndjem bashkë, le të vuajmë bashkë këtë gjën. Thjesht un kam kuptuar që nuk kam pasur dhe mirë kuptim se duket vërtet qef puna jon, por realisht ne rrim me orë të tëra që bëjmë xhirime. Ikim sa në një vend me një tjetrin. Lidhemi më shumë me njëri tjetrin dhe kemi halle deri diku të përbashkët, aq që diskutojmë me njëri tjetrin. Po njerëzit jashtë nuk e kuptojnë këtë gjë që kjo puna nuk është qef dhe unë realisht nuk kam kohë për videoklipin. Është shtetua. Shumë pak. Dhe mua shumë pak. Me gishta. Me thënë, ajo ka qenë dita. Realisht ajo ka qenë dita. Dita që ka dalë klipi që mori bumin e madh. Atë ka thënë për shembull sa bukur pas ke dalë, sa e mirë pas ke dalë. Nuk e bënte në vazhdimsi dhe nuk është e prisja atë ditë që ta bënte. Po, është shoqja jote? Jo. Po unë kam një shprehje fakt që bazohem shumë kur ndodhin kështu rastesh. Mund ta them? Po thuje më shpirt mirë kënd. Zemra është bota jote, ne vetëm jetojmë në të. Është që askush nuk do të kuptoj, qoftë shoqëri, qoftë njerëz të tjerë, nëse nuk ecin dhe ata me kputucet e tua. Kështu që është motoja ime gjithmonë them që nëse unë qaj një hall me ty, pavarësisht se i qaj hallin me ty, ti ndarë do flesh gjumë te krevati jot, s'do mendosh për hallin tim. Ti s'do më kuptosh kur mua siç unë vërtet ndihem. Mirë, për ta dramatizuar pak situatën, një kohë që asnjëra nga ne nuk e thyen kurr, është kur hedhim foto bashkë dhe editojmë vetëm. Sa do e lexoja? Gjithmonë edito foton. Goca tha mailit këtu i editon të katërta. Po. Hollywood 5 njerëz. Hollywood 5 tjetër. Po. Varet nga ndriçimi se o markiz dyshi. Doni të shikoni dy vajza në 5 sfida të ndryshme, ndiqeni. Këtu besoj do vini dakord dhe ju me mua që lekët e mia janë dhe lekët e tua. Sidomos në kohë krizash. Po kur s'kemi lek. Atë do thoja. Po kur s'kemi lek. Japim, ai sa kemi 2000 lekë, 2000 lekë. Komediat, domate, gjëra kështu. Dreku stallarësh, ne na ndodh shpesh. Kur ju kërkojnë ndonjë shoqë borxha, jepni ju kështu lek? Kur kemi lek, japim kur kemi. Po jam shumë giver, unë jam gjithë edhe si kërkoj. Nëse jam kish tash i varur, ti je giver, unë thash a ditë sa i mirë ky bifteku dhe e hoqi pjatën dhe më the. Zemra. Po flasim për lek. Ti je giver. Po flasim për lek, mos kërkon mua për ushqimin. Se nuk të jap pres kokën sa ushqimin. Okej, më fal, nuk e dija. Lek ti e pa ajo, se e kena. Ishte një moment karasevdaje kur kjo më kaloi përballë me një pjatë me biftek, thash sa i mirë, tha Stemra se s'kam ngrënë. Jargët mua. Po edhe ta dish që atë ditë ka ngelur 2 gjysma dhe i ka ngrënë Aldi. E dia. Nejse, qa kemi bërë ne. Ai mi amor. Lam nam për të satën herë, për herë të 212 lam nam në rrugën. Dua të them një shprehje. Kërë salin Dua që ti kur lexoj sferën time të fatit. Entre seri no ser, gjësoj. Kamera të kemi, mikrofona kare, vila që të kjo ka vënë shumë. Roba, kemi ka gjërë jam e sigur që mund bëjmë një film me 0 lek. Okej, Siana tani se lam nam, si fakir gjin, çdo episod me 0 lek. Skenari, qa ke parë ti? Telenovela? Ua, kjo ka parë atë mollën e ndaluar. Ti vdes për telenovela spanjolle dhe ti ke parë Kara Sevdane, sigur unë kam parë Shrefin dhe Rrugën në Zot. Skenari check. Veshje, gjë e dytë. I kemi sipër garderoba plot. E kam mbush Dalina me te mu nga fillimi në fund plot. Dhe i pam, ka super veshje. Për spanjollë po. Për turke. Kjo e kuqa për Kristën, ty do të vesh si rubi. Edhe flokët? Si rubi. Super, o zemra! Pink. Kush është Pinky girl këtu? Klea, o zot, super. Ti je si gaviota. Gaviota jam unë, moj. Pingmaj. Ua, prit se kam për emën. Ti e Tereza o shpirë, ti e rrisë. Esa embres, mala. Esa embrasete. E dia që do i pëlqente. Kurse unë kam një karakter të veçantë që do të të Ua, sa bukra o si ma vdes. Falë qa ato robët e nonës time? Që të veshësh ti? S'keti, do të surprizoj. Goca një film spanjoll, nuk është film spanjoll, se më keni dalë këtu mbrapa si shtylla, pa aksesuar. Ti mbaj këto. Mbaj dhe ti këtë? Klea, ua, Klea, fi qiko t'i komponoj me bluzën.
Ulërim fare. Zemra ua. E shef ma t'ju kurtun dhe shka dhe efekt. Kjo është për mua. Unë mendoj që Kristiana duhet të ketë kujdes pëse tashmë ka konkurencë. Gjëja e tretë, muzika. Kemi desin ngentin aty, këndojnë të la vila gjithë ditën, na pojnë atë naj muzikë, naj cover, ë? Fiks o zemra, fiks! Bukur. Tani, e di qa më duhet mua... Tani, ti je shumë i talentuar. Ne kemi hallet tona ndi nga Goci, edhe ti je njëshi muzikës në vilë. Faleminderit, ta thënë ai faleminderit. Faleminderit, Ha, po, unë jam okay. shumë i- Dëgjoj tani. unë jam shumë i gëzuar që do marr Shko, më pjesë duhet një te muzikë Goci. shumë. Pa je pjesë e Gocit. Më duhet një melankolike, po që të ketë edhe romancë, po edhe hakmarrje, kupton? Edhe shumë dashuri, do më pasion, edhe kështu diçka spanjolle, shiko? Shiko, kam edhe tekstin. Një shkëndi në sytë e ti, dori kthehet me magji. Ëndëroj dhe do luftoj dashurinë. Ha pra, Nuk di unë këndoj o Genti, se kisha për vetë. po improvizove ti. Super, jepi. A është bukur. Shumë, Se e jepi, përshtatet me shumë zëmë të shiu, lartë e tani dëgjoj. edhe hajde. Ndi në sytë e ti, dori kthehet me magji. Ëndëroj dhe do luftoj dashurinë e ti. Ta përfitoj. Ai se kam edhe të fundit. Ka akoma? O, kjo hakmarrje. Po pse kështu? Letë do shikosh në fund, hajde. O, kjo hakmarrje, kjo dashuri, me gjithë sakrificën, do më rikthejt e ti. E kupton? Sa e thellë është? Jepi. Kjo hakmarrje, kjo dashuri, me gjithë sakrificën do më kthej të ti. Hajde, mirë. Hajde dhe i herë. Jepi ti. Një Se shëndim, ti po nuk e di improvizon unë, bukur. po. Po ja më se ti e jep, Mirë, hajde me bashkë. emocion ti, Hajde, me po. lëvizje. Hajde. Bëj edhe herë atë që punë parë. 3, 2, 1. Një shëndim në sytë e ti. O, Kenti se nuk di të këndoj, pra dhe ka marrë ty. performosh, më jo me A, këtu unë se do të kënoj performoj. Po, ku ta më li tekstin o burr? Hajde. Po ku ti bi kitarë? Pajtë se më performoj me i dorë. Hajde. Jemi. 1, 2, 3. Një shkëndi në sytë e ti, do rikthehet me magji. Ëndëroj dhe do luftoj dashurinë e ti. Kush e ka shkruajtur këtë Ta tekst? përfitoj. Jepi, e fundit. Po kjo akma, kjo dashuri, me gjithë sakrificën do ta rikthej tek ti. Po pse tek ti gjatë gjithë kohës, mama? Po kaq di unë 2 rima ditë bëj, ti ai. Kupton? Kaq. Ab. E, këto nuk i ditë së dë. Thank you. Faleminderit ju. Bone, ku janë ato? Ku janë ato të tjerët? Po mirë ne i zgjidhem këto halle, veshje këto. Po lokacionet? Mirë, vishuni një herë se më tregoj I ke lokacionin. gje? Do lem na. Pa i zotë, do lem na. Shëra parë. Skena e parë, jemi? Kristi, Sergej, kemi kamerat? A, jemi? Hajde me mua. Kjo është e tmerrshme. Ulu këtu. Kjo është skena e parë. Ulu. Kjo është skena e parë. Këtu ti po qam për Adrianon. Adriano të ka lënë, kishit 4 vite bashkë dhe ai ka 3 muaj me një tjetër të ka lënë. Ndjeje Dhingjë, ndjeje. Kamera Kristi, plan detaj Loti, Sergej, Loti. Fotopi për Adrianon. Tani ti këtu vjen me Adrianon, rrinit bashkë, domethënë ti këtu kujton momentet me Adrianon, mbylli syt, ndjeje. Okej? Kapi? Aksion, e kemi? Telefonin, ta mbaj? Tmerrshme. Kamera, ka audio? Super, mirë. Uj, shysha. Tani, ne jemi me 0 lek, si që di, me thamë që në fillim, po të kishim lek, do kishim marrë një market me qera, do kishim skenografi, po jemi të marketi Lagjes. Dhe këtu, kujdes ju të dyja, kemi skenën më të rëndësishme. Jeni gati? Po. 1 minut, a ka audio? Shpejtë, na e bo halal, Lex, besoj se do për to, shumë faleminderit,
Skena e radhës. Besoj se deri tani na ka shkuar shumë mirë, ëh? Shumë mirë si zhduket, çdo gjë ka shkuar vaju, nuk i ndjej më këmbët, por Aktorit okej. e një dhe vogla, nejse. Skena e radhës është në taksi. Por, si gjithmonë me sfida, ne na duhet të bindim gjashtë në taksis, mos ta marrë lek se 10 minuta rrugësh, deri aty po. Do ta bindesh ti se ti je regjisor, unë jam star, unë performoj. Për një jetë më të mirë, në një jetë me hakmarrje dhe drejtësi. Te diga Xhaxhi, te diga. Tani, hape xhami që ta kapi. O Krist, kapi nga tani se do i frynë më shumë flokët se pasi do jemi në trafik. Hape xhamin ti aty, po shumë eo. Do të them mund ta shihni çik shumë. A ka audio? Ë? Është okay. Rrit çik ashtu, rrit çik më shumë ashtu. Nxjerr kokën. Kapi flokët era. Ha. A është dramatike tani? Është shumë dramatike. Për një jetë më të mirë. Kujdes, syt. Për një jetë më të mirë, Aty, bravo. me hakmarrje dhe drejtësi. Kjo është ajo që dua. O, Xhaxhi taksirat, mos ta merr lek, o burr. A tiki? Është okay? Rregull. Wow. Kemi ardhur për të gjetur personazhin kryesor mashkull, se femrat i kemi, pam. Vazhdojmë të kërkojmë një kalimtar të mundshëm që ka qef të bëhet figurant. Në kriter duhet ketë? Po, ka 3 kriterë, duhet jetë 20 deri në 30 vjeç, i pashëm, shet, lutem shumë se edhe ne gocat i kemi të mira. Dhe të jetë i veshur mirë. Adriano do vish! Hajde më pim kafe! Adriano! Adriano, tu amore, si vjen! Adriano! Adriano! Hajde arti këtu. Përshëndetje, si jeni? Okej, mirë si je ti? Përgjithësi mirë. Ti duket si një Adriano. Adriano! Ne jemi duke qëruar një film dhe kërkojmë një figurant për Adrian. Ti do jesh Adriano jonë për momentin. Ne do Okej. sjeli për... Ti do dashurohesh me mua, ti vdes për mua, okay? Nuk do më ndrosh me asnjëra nga ato gocat. Unë jam gruaja jote dhe duhet fillojmë ta aktrojmë. Rregull? Se mos bën lojra rrugës. Okej, të shohim. Na falni për pamjet, unë po thaj ftoti, tani pashit trëndafil të kush tu ta marr ta kemi për prop, se 3.000 lek, s'kemi lek me bet trëndafil. Kjo është trëndafili që dashuria e jetës time Adriano do të m'jap sot. Adriano! Ky është momenti që ti Adriano je imi. Se u bërë burim, tash do jesh burim. Tani këtë trëndafilin unë e këputa dhe ti do bërë sikur e këput ti dhe ma dhuron mua, okej? Dhe do bëjmë disa momente kështu romantike që mua do më kujtohen. Okej, je i dashuruar me mua? Shikon sy? Adriano! Fillojmë, je gati? Hajde, e dorën. Jo kështu më është i dashuruar, kështu. Regjisore, ku jemi? Skena tjetër po do ndërrohet, se do bajatosët që kështu me të drejtën. Ndërrohet në për lokale. U dëgjova? Okej. Jam? Okej, hajde. Goca, hajde, shpejt se s'kemi kohë. Ej, Emma! Shpejt. Graciela! Ja, move. Ore, që ka burë kështu ti është regji? Skena tjetër, më lodhët, realisht më lodhët. Po, u lodhe. Loristika, u lodhe aty ullur? Jemi ndruar, sa herë jemi ndruar dhe jemi bërë U lëmsh. bëj një lëmsh Jemi me bërë rroba lëmsh. dhe nuk di ku kam as kufjet për gjithsesi. Po, dhe një informacion shumë e rëndësishëm regjisore. Se mi futur shetas, uli zëri. Informacion shumë e rëndësishëm është 9 gradë, okej? E po, do t'jesh VIP, do t'jesh e famshme, do t'jesh main character në një movie. Main character. Pushoni. Kemi ardhur të gjëmë në sheftas në një nga hotelet më luksoze të Tiranës. Se si? Malmi mua në dorë, tani... Si që? Se në shtrajnë. O, 0 lek. Robat e trupit, tek tuk në e robë për të ndru nga Do të gjejmë, muja dhe s'ka, as i kokër leku ma. Do gjejmë recept që s'ka njerëz.
çoni tani se lodha shumë. Çoni. Ndërrohuni, shpejt. Tani unë nuk e di se ku iku regjizorja dhe kush është kjo që po ju flet, po dim që E sigurt që është nga Fier. Po, dhe ka emrin Esmeralda. A dukem si një Esmeralda? Dukesh. Tani ne u lodhëm, u strapacuam dhe vendosëm që skenën e fundit ta bëjmë tek Skandale, studioja më e re tek vila jon. Dhe morëm çik sheqer të bardh, ç'ash kjo? Sheqer i zi? Sheqeri i bardh. I Sheqeri zi, morëm këtë klobin, e rregulluam këtu, kemi vendosur ca drita, mendoj se do ta kryejmë efektin, ëh? Po. Ta fillojmë? Po. Ha. Një shkëndi në sytë e ti, do rikthehet me magji, ndëroj dhe do luftoj, dashurin ta përfitoj. Një shkëndi në sytë e ti, do rikthehet me magji, ndëroj dhe do luftoj. Adriano, ky vend nuk është me një lloj pa ty. Shiku jam vetëm, duke kujtuar gjithë momentet që kemi kaluar bashkë. Një shkëndi në sytë e ti, do rikthehet me magji, ndëroj dhe do luftoj, dashurin ta përfitoj. Një shkëndi në sytë Sa më mungon. do rikthehet Ka marrë shumë magji, ndëroj Adriano. dhe do luftoj, dashurin ta përfitoj. O kjo akmarje, kjo dashuri, me gjithë sakrifis ta rikthej tek ti. Më dhëm shpirti, më dhëm zemra. Për ku jeni, goca? Për një jetë më të mirë, me hakmarrje dhe drejtësi. Adriano im, sa pem ka qyteti, aq është dhe dashuria ime për ty. Sa ujë ka ky liçen është dashuria ime për ty. Ua, të dua. Edhe unë.
Jo, nuk kam frikë. Mary, a jam mjaftuar. Dua ti marrosur pas meje, dua të lër kokën pas meje. Nuk dua të shoh asnjë femër tjetër përveç meje. Qartë. Dua që ta ndaj nga ajo. Nga Ema? Ti e di emrin e saj? Po, quhet Ema. Kanë disa kohë që dalin xhiro bashkë nga liçeni. Ai dilte gjithmonë vetëm, derisa njohu atë aty. Dua ta ndaj nga ajo, dua ti të imi, duhet të kthehet tek unë. Pa merak. Ana në peshore thot që ai do bëhet i joti. Ai është akrep. Duhet të bësh çdo gjë me kujdes, çfarë them unë. Me detaje, çdo gjë. Që ai të jetë përgjithmonë i joti. E kam të qartë gjithçka, sepse takova fallxoren Esmeraldën. Unë do ndjek Adrianon, ti ndiq Emën. Do takohemi nesër, do të them unë për orën. Po sikur ta ndjek unë Adrianon, edhe ti të ndjekësh Emën, që kështu ti përplasesh sa gjëra në fytyrë e Emës. Në fakt ke drejtë, do ishte më mirë. Unë do t'i marr 100 me floku Emës. Fallxorja më tha që duhet i marrësh Adrianos një send, një bluzë, çfarë do. Dhe duhet që në një letër të shkruash emrin tim. Dhe nëse i djeg të dyja, magjia është më e fortë dhe kështu ai do dashurohet marrësisht me mua. Pa, brillante. Dhe me qimen e flokut të Emës, do sigurohemi që ajo femër të mos ndihet kurrë më e dashuruar dhe e lumtur. Ti, dërgo nga jeta ime, Adriano zet kur joti. Si goxhan! Si goxhan! Dhe duhet që në një letër të shkruash emrin tim. Dhe nëse i djeg të dyja, magjia është më e fortë dhe kështu ai do dashurohet marrësisht me mua. Qelë vështirë! Si goxhan, qelë vështirë! Po ja bëj magjin Adrianos, është e liçene. Çfarë? Ti më bëj magji Adrianos? Mo je pa tyrë! Fiks tani ku në tualet, është momenti im.
Adriano. Ku është Klea? Klea? Adriano! Ndërsa ju përplasni shpatat prokurorën e dashurisë, unë e mora fronin e heshtja. Klea! Ke shkruar emrin e Kleas? E ka bërë ajo. Po mundu me ma fut muja fut e vetës. Te veqenë. Adriano. Ishte burri perfekt për mua. Adriano, por qué? A fus prapë shpullin, kësa është? Po edhe je. Hajde, jemi. Traksion! Kam të qarë çdo gjë. Isha tek fallxori Esmeralda. Unë do ndjek Adriano. Unë do ndjek Alejandro. Ti do ndjekësh Esmeralda. O, sa në puno më truri! Ka të gjithmonë jo, ti për gjithmonë jo. Po, për gjithmonë. Po nuk do më gjynë më se pas më të them novulla. Më vjen shumë keq ju amora Adrianon. Girl code pra. Bëri moral Po, çfarë? shkova, Bëri e di moral. ku shkuam në ratin e 9 të ferrit, atje duke bë plazh me Juta si në ato tjerët. Si e guxove? Zemra, ishte shumë zez. Si guxove më Klea, e pa bes. Po nuk doli keq, ë? Doli mirë. Adriana me... Jo, Adriana po. Si çdo gjë që bëj me 0 lek, ju lutemi. Ja kemi marrë dorë. Ju lutemi. Hapni peticion. Fondacion. Mos bëjmë gjëra me 0 lek. Mos të vuaj më Dhe kaq shumë. nuk do jemi më në mes dy dashurive. Atë se diti me motor, por qa bëra unë dhe Klea, do thoni ju. Unë dhe Klea këtë javë vendosën të bënim 5 sfida shumë interesante me pijet premium by Letiza. Po qa hajmi hajti prap, si hera kaluar, përshëndetje. Po neve- Mirë se erdhët, na e provova. E provova dhe unë, në rubrikën tonë të preferuar. Qa do bëjmë sot? Neve sot do ham, do pim. Do pim pijet e lajthizës. Po, pijet premium të Lajthizës. Dhe do bëjmë, vetëm do pim, po do bëjmë disa sfida shumë të bukura dhe kemi qëse 5 sfida. 5 sfida vrastare. Kush është e preferuara jote? Oksi dhe i Lajthizës. Pse? Më argumento? Sepse është me frut pasioni dhe është të kudion me jek nëse këshu. Pasion, me qartë. E imja, gjej kush është e imja. Se ti do ta kesh parë që gjatë gjithë kohës që unë rri në Te vit pi Goci. vetëm njërën. Edhe te Goci pi vetëm njërën. Njëzë të tjerat nuk i pi, po ajo është e preferuara ima. është ose limonade ose orangeade. Është orangeade. Jemi në sfidën e parë. Që do bëjmë? Kush pi më shpejt një nga pijet e Lajthizës, premium by Lajthiza, me një frym? Me fundme? Pa. Unë orangeade e pi gjithmonë me një frym, sidomos në verë. Atë do pishte? Pa, ka dhe vitaminë C. Okej. Freskoj. Unë po marr ujin tonik, se me që po e pi gjithën me fund, në të njëjtën kohë që e pi gjithën me fund, ta bëj ndërkohë që jam e shëndetshme. E shëndetshme, super. Filloj? Pa.
Mbarova. Po ti? Okay, Kam edhe pak. Ke shumë pak, një klëm. Mirë, e fitoj, e more këtë, e more. Tani do kalojmë tek sfida e dytë. Sfida e dytë është që neve do të mbushim të dyja faqet me pijet premium by Lajtiza dhe do mbaj frymën. Dhe kush e mban Do mbushim faqet. Mbushim faqet. Wow, okay. Kush e mban frymën? Tani ne kemi bërë atë sfidën atëherë në pishin, që unë nuk e mbaj dot frymën, po do përpiqem. Tani ti Klea ndoshta nuk e di, por edhe nëse ti ke gojën e zënë, ti mund të marrësh fryma hundë. E di këtë informacion? Nuk e mendova aq thellë në të Okej, drejtën, kështu por do që- mbyllim hundët. Po, që mos bëjmë me hile, unë do mbaj hundën tënde, ti do mbash hundën time. Okej, filloj? 1, 2, 3. Nuk e mbata dot. Po je duke marrë frymë, mashtruese! Regjia ke marrë frymë! Okej. Ha, që do bësh tani? Kujton se jem e zgjuar se unë. Ti kujton se jem e zgjuar se unë. Ti që nuk dije që mund të marrësh frymë me hundën se gojën e ke të zënë. Shqip, mos e liro hundën, o regjia ke bën me hile! E pive. E kam mbajt 5 sekonda, nuk e mbajt as 1 sekondë. Qa mbajtë ti 5 sekonda, mi mashtruese? Tani, Klea, tek sfida e tretë, duhet të hapim një kanaçe pa përdorur duart. Mund përdorësh çdo gjymtyr tjetër, vetullat, veshët, syt, dhëmbët, vetëm duart janë. Po, neve nuk e hapim dot tas me duar në zemër. Se kemi thënë. Unë s'kam, po Okej, do marr oksin prap. unë po marr premium by Cola. Qesh kjo në ime. Si e bëre? Nuk e di, filla dhëmbët? Jo, i ke mirë. I ka mirë e gjia dhëmbët? E, po nuk quhet e hapme, quhet e shpuar. I don't care, unë mund ta pik kështu këtu tani. Këtu e pik kështu. Nja. Ha? E shef? E pik kështu unë. Mirë, okej, e fitove, sepse e Ti fitove. si buta dhëmbët. Okej, wow, jam geniale. Bravo, zemër. Okej. Tani kalojmë tek sfida e katërt. Tek sfida e katërt, neve do pim një glëng premium by Lajtiza ose Ox. Dhe do themi një shprehje që është e vështirë për t'u artikuluar, sepse shkenca ka treguar që direkt pasi pi, është shumë e vështirë të artikulosh. Po, do me thënë, gjua trashet pak dhe ti ke vështirë t'i artikulosh fjalët. Kryesisht fjalë të vështira, jo fjalë të thjeshta. Po, neve do themi hyri lopelar në litoral e ralloj lineral lopelar. Unë këto as papije nuk e them dot. Suar. Hyri lopelar në litoral, e ralloj rall lopelar. 3 herë. Hyri lopelar në litoral, e ralloj lopelar lineral, hyri lopelar në litoral, e ralloj lopelar lineral. Isha gati të thoja që unë hedh poshtë shkencën, po ja duke menduar shumë. Okej, hajde. Hajde. Shumë e vështirë për Hame, ta mundu. Unë nuk do e bëj këtë, vetëm herën e parë e bëj mirë. hajde. Hyri lopelar në litoral e ralloj lineral lopelar. Hyri lopelar në litoral e ralloj lineral lopelar. Hyri lopelar në litoral e ralloj lineral lopelar. Okej, e fitove. E fitova. Ke bërë ndonjëherë balet? Jo? Jessica Bubaj. Okej. Është emisioni konkurrent ai, nuk na intereson. Tani, do bëjmë si që ecën balerina, që bëjmë këtë ecjen. Do balancohemi. Po, mbi gishta. Okej. Dhe do marrim një pije premium by Lajtiza ose që të duash ti, dhe do ta bëjmë të ecjen tek pishina, njësoj kur po bëjmë Miss Pishina La Villa. Okej, je gati? Okej, flashbacksat më kalojnë, hajde.
zotërinj, mirë se erdhët në Miss Lajthiza. Klea je gati? Po. Ne do përpiqemi. Po ta heqësh dorën nga ty, për shembull ta balancosh. Prit. Po, koka ime është shumë bullake. Po mos e marrëm nga verimë ka të cep. Prandaj rrie tek ti se kokcepshe. Kjo pema para, mendoj që ishte kështu, është me pengesa, zemra është garë me pengesa. Do ecësh apo ecën? Po hec bukur se je Miss. Jo ashtu. It's all about class. It's all about class, po. A pe gjëtë? Ajtë se po ta fali mirë. Eja po të pres me ma. O Klea po abuzon tani. Edhe kjo klasë është besoj. Ishte dhe kokcepshe nga veriu. Po pra, you're proving me different. Sa për je? Pasteje. Gjithmonë pasteje. Po tani dhe ti bëre me hile. S'bra me hile mi po. Kur jeta të hedh poshtë, Klea hec bukur. ti ngrihesh lart, Ema Zharku ka thënë kur ka një fund ka gjithmonë një fillim. Hec bukur. E shikon princesha me gruaj flasim shumë. A thua që ndonjëherë këta komshinët këtu na shohin? Dhe na Çuditshëm për shikojnë. gjërat që ne bëjmë këtu në fil? Ndoshta mendojnë që jemi cool. Okej. Okej, Klea, u mendoj që ne dështuam te kjo sfida. Zonja dhe zonjusha, zotërin dhe zonjushë. Zonjush? Ne dështuam me këtë sfidë të dyja O bashkë. zemra, mua nuk më ra kur në tokë. Mua më ra 2 herë në tokë dhe kjo vërtetoi që përveç se pije të Që unë kam mira. shumë balancë. Jo, përveç se pije të mira, Lajthiza, premium për Lajthiza ka edhe material shumë të fortë. Tani Klea, si do quhet, kush fitoi nga ne të dyja? Mu nuk më ra si herë në tokë. Nuk e di, neve Po, ty nuk të ra në tokë Klea, sepse gjatë kohës po rrëshkise nga koka jote te cepshe, ti e kape me dorë. Unë them se komentojnë se kush e meriton ta fitoj sfidën. Pa, kush e meriton të ta fiton? E qa fitojmë ne? Apo një koli me premium by Lajthiza? Nikolime, premium by Lajthiza. Okej, komentoni kush ju mendoni që e meriton ta fitoj sfidën dhe pse pikërisht unë. Sa të pafta je një zot, mbani do të një premium by Lajthiza në Imagjino O një zemra, çunisjo. neve duhet të sfidojmë veten me lloj sfida çdo javë. Do vi një pikë që do bëjmë Kemi si zgjedhur Avengers. shpirt, është jeta që kemi zgjedhur të bëjmë. Është shumë e bukur si punë se ne mësojmë për ditë nga një gjë të re. Bëhemi Është nise, shumë- bëhemi a? këngëtare, Po, po. bëhemi të gjitha nga pas. Pashtore. Adrenalin më vete, por përpara se ta mbyllim goca, ne duhet të përshëndesim sot Aislin që ka bërë 15 vjeç. Kelan, i përshëndesim dhe ju duam shumë. Dhe gjithashtu përshëndesim gjithë kisanatorët, kleatorët, krysellatorët, ematorët. Ematorët ju dua. Ju duam shumë. Ju duam shumë, faleminderit që na Bye. supportoni. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni like, follow dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube Andale Alo. Ándale.